Sistemi jonë politik është dypartijak, edhe është dypartijak që nga nisja, që nga viti 1991-92. Edhe është dypartijak jo thjesht dhe vetëm për shkak të nisjes, por për shkak të mënyrës si ka ecur rrugës. Pra, këtu janë bërë ligje zgjedhore, janë bërë dhe ligje të tjera për financimin e partive, për mediat, është korruptuar biznesi edhe media në mënyrë të tillë që shoqëria sistemi mbetet dypartijak. Sistemi vetëm që ka mbetur dypartijak, që nuk ka si vend në Europë. Nuk ka vend në Europë sistemi dypartijak si ne. Hiq Britaninë e Madhe që ka natyrë tjetër për shkak të ligjit zgjedhor majoritar me një raund që ka. Ne nuk kemi ligj majoritar me një raund që kemi. Pra, ligji zgjedhor është i tillë që ne duhet të kemi sistem shumë partijak, siç e ka Kosova, Maqedonia, Kroacia, Italia, Austria, Greqia, çdo vend tjetër. Ne kemi dy partijak dhe vetëm që kemi dy partijak sistemin, por ne kemi në krye të dy partive një njëjtë njerëz që nga nisja. Pra, dy parti të pashkullshme që ikën njëra vjen tjetra, por edhe dy lider. Për i kohë Rama ka ardhur në 98. Nuk kryet pse s'ka ardhur në 2005, po 2025, 20 vite, 21 vite, nuk ka njëri me kokë i gjatë 20 vite kryetar partie.